Në përplasjen e fortë të ndodhur mes Mateos dhe Rogertit, ky i fundit ju drejtua banorit me një pyetje rreth motrës së tij, me sa meshkuj ka bërë seks motra jote. Lidhur me këtë pyetje të pavend dhe përmendja e një familjari brenda shtëpisë së Big Brother VIP5 nga ana e Rogertit, është komentuar shumë nga publiku dhe nga personazhet e njohur të ekranit. Ata kanë dënuar mënyrën e ashpër që komunikon ai me banorët. Edhe fituesja e edicionit të tretë të Big Brother VIP, Egla Ceno, ka bërë një reagim në Instastory lidhur me këtë debat të fortë. Aktoria e njohur i kërkon ndjes motrës së Mateos. Respekti ndaj grave nuk është opsion, është bazë. Ky sendi e ka bazën totalisht të xhbër. Ndjes motrës së Mateos, ka shkruar Egla Ceno në postimin e saj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.